Se që më pyet e një natë, edhe faqet tu bën flak, a dëmdua shpak, edhe kur t'jem plak. Nuk e di unë ty të thash, se atër ti do t'jesh plak, s'do të kesh të bukuri, as nur as një eshi. Lotët si këti mbulua, shpresa tu zbehet të shua, si shifjallë që po prisje nga mua. Të mora në krak me ëmbëlsi, edhe të pasha thellë në sy, sot të prendova për jetë të rini. Se vitet i kemi një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri. Se vitet i kemi një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri. Vitet ikin një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri. Vitet ikin një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm se vini në poshta Teatrit Stru, me shpjen Agim Poshta. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në këtë edicion të Gjeneratat. Kemi një show përsëri shumë fantastike. Flasim për një të ftuar i cili vi nga Shkupi dhe tjetra që vi nga Tirana, të dy janë super vipa në fushat e vete. Pa humbur kohë, hapim siparin. I ftuari im i parë është një ndër shkrimtarët më të njohur nga Shkupi dhe Maqedonia, është lindur në fshatin Gërçec të Shkupit. Ka fitu disa çmime, midis tyre çmimi ndërkombëtar të Fondacionit Velia, dhe një nga prozat e tij është edhe, ose ka hyrë në 10 prozat më të mira europiane. Pa humbur kohë, ftojmë në skenë Kim Mehmetin. Ftuara ime e dytë, një vi po ashtu që vin nga Tirana, por po ashtu është e njohur dhe suksesshme. I njohim nga bota e muzikës klasike, por edhe nga festivalet e muzikës të lehtë. Flasim për maturën, e gjithmonë gjanë si një 20 vjeçare, është bjonde, me dorë trokite, ftojmë Manjola në Albani! Çdo të shton Gjeneratat. Atëherë edhe një mirë se na erdhët. Mund të afroheni ose të flisni me njëri. Dakor. Mendoa ta grupim atmosferë, po jo se mendoa se ka që reagim të fushë. Kisha menduar se Manjolla se ka kryer ende në shkollën e mesme. Jo, nuk qënë ka poeti më i mirë Maqedoni, qënë ka në gjithë Shqipërinë. Sa bukur flet. Shumë bukur, janë komplimente, me vërtet kur më thanë do t'jesh me Manjollën, po thanë ç'më të shojnë mu me
të vajzë 8 vjeçares. Mendoj kështu kur Do t'i kim ne morë manjone për të balansu pak bukurin me pjekurin, me inteligjencën, kështu që ky është balansi. Po, mendoj se ti e kuptove pse aq let pranova, që është manjova. E qartë. Se unë nuk parashquhem shumë për bukuri, a? Përkundër, pse? Kam përshtypjen që më shumë i kam kushtu rëndësi formimit tuaj. Pjesës Unë ju tjetër. mbaj mend edhe mundësia ime e parë që ka qenë t'ju shoh herën e parë në festival, ka qenë gjithmonë nga vokali, pastaj kanë ardhur gjitha gjëra tjera që realisht për gjithë të vite ka qenë gjithmonë në ngritje, edhe pse edhe vitet mund të kenë qenë në ngritje, por suksesi edhe freskia e thënje. thënie. Ti bukuria është vetëm hije e largët e bukurisë që ta. Adër, filloj me rubrikën e parë, sigla për rubrikën Matura. Çdo të shton gjeneratat. Mirë se vini, fillojmë intervistën e parë me zotin Mehmeti. A mund t'i thas Kim, ose zotin Mehmeti? Vetëm Kim. Vetëm Kim. Se atë kur ma thonë zoti kam përshtypjen që tallen me mua. Është një gjë tjetër që ndoshta është unë me djalin e zotit Kim jemi shok të vjetër, edhe sa herë që më vinte rasti ta takoj zotin Kim, unë thosha a Xhakim, ndërsa një ditë më tha, "Boll më thuj më a Xhakim se nduket vjetër shumë plak." Jo, në vërtet. Ka një problem tjetër, pleqt kur nuk duan të rikujtosh pleqërin. Si janë pleqë. Dhe unë, kur shkoj shpesh në treg edhe ndonjëherë më thirr djalosh, taj me siguri blej diçka. E bukur kjo. Atëherë, nëse mund t'ju pyes, Kim, kujt maturi takoni? Cili brez jeni? Viti 71-75. Ky është viti kur e keni kryer maturën, nuk keni histori si probleme me maturën, diskriminime me maturën, keni bërë nëse nuk gaboj shkollën e mesme kam mësuar në gjuhën maqedonase, në shkollën e ndërtimtarisë në Shkup. Aso kohë bile, sa më kujtohet, kam qenë ndoshta i vetmi shqiptar në atë shkollë, edhe besoj që mirë i kam mbrojtur ngjyrat kombëtare, sepse isha në zanës kështu i shkëlqyeshëm, edhe bile atje isha më i miri i gjeneratës, kështu që ndoshta nga atëherë më mbeti që duhet. Cila ka qenë ëndra e Kimit në atë kohë? Po, unë kam qenë prej atyre që shpesh i kanë ndruar, ëndrat i kanë pas në serial. Vare, dhe ndoshta shkaku i kësaj unë pas të ndrova 8 fakultete, sepse unë, po, unë kam dhënë edhe provim pranues për aktor, për shembull, kur e kam pa filmin. E ke kalu? Jo, nuk e kalova për fat keq. Mirë, po, unë isha nga ata që doja të bëjmë çdo gjë. Në vërtet, kur shija, normalisht vetëm këngëtar kurs kam provuar të bëj, se kam qenë aq i vetëdijshëm, ta di që do t'i çoj njerëzit ta urrejnë muzikën nëse më. A kështu që shumë profesione tjera. Kam qenë anërimtar, si them, që mirë po ka patur diçka që ka qenë konstante jetësime, shkrimi dhe leximi. Ndoshta edhe kjo më lejonte që unë të bëj ekskursione tjera. Ajo është sikur kur ke diçka të sigurt edhe tani e ke një dyqan thonë të sigurt edhe merresh edhe me biznese tjera, sa herë që e ke rënd atje kthehesh aty ku ndjesh më i sigurt. Si ishte Kimi në atë kohë? A ndjeshte diskriminuar në atë rreth pak të çuditshëm? Për shembull, një ndër gjërat aktuale që janë për maturën në atë kohë, ose mosha ka të bëjë me dashurinë, me mundësinë për komunikime të cilat detyrimisht duke qenë minorancë në atë rreth. Shini, kishte probleme që vinin vetvetiu. Me që unë vija nga një mjedis ku edhe gjuhën maqedonase nuk e ndija, vija nga fshati. Edhe më duheshte viti i parë më ishte shumë i vështirë, sepse duheshte thjeshtu një herë ta përkthej, ta zam leksionin, e pastaj ta mësoj edhe të mësohesh pak më rrjedhshëm ta thuash ata, sepse gjithmonë kur dilje në rast të zezë, për shembull atë e kemi ne orit, ne themi, a duhet ohrit, atë hënë e fortë, unë që kam sortuar sa që tashti edhe në Shqip ndonjëherë e theksoj edhe aty ku duhet, apo hemia, se ata vërtet edhe femrat maqedonase aso kohë kur donin të na zbulonin se çfarë jemi, na çonin thuj hemia, ne ja bëshim emia. Kështu që unë aq mirë u mësova të theksoj atë hën, sa që edhe ajo
e shpirtit në njerë që të del nga jo një atmosferë ku ti s'ndjesh natyrshëm, jo pse ata janë Macedonas, po pse s'mundesh më lirshëm që të shprehesh, më lirshëm që të ndjesh më i sigurt. Fundit edhe bëhet fjalë edhe për mjedis që ishte edhe krejt tjetër për mua, nuk isha jetuar në mjedis me. Si do ta përcaktojmë me fjalë të shkurtë diferencën midis Kimit sot dhe Kimit përpara 18 viteve, ose jo në moshën kur ka qenë 18 vjeçar, më fal. Për një andrimtar i lezetshëm atëherë dhe shumë naiv, edhe tashti një plakush që i ka kuptuar gjërat në po vonë. Nëse shihni botimet ose shkrimet që kemi bërë në atë kohë dhe i krahasoni sot me syrin tuaj kritik që thua që sa herë që mosha rritet edhe kritiku brenda vetes. Mendoni që do duhej që të ose nëse i shihni tani do mendoni që do duhet t'i korrigjoni? Jo, asesi, sepse ato i ka shkruar Kimi i asaj kohe, Kimi me atë afinitete, Kimi me atë pjekuri. Bile unë ja kam zili, ati është shumë më i sinqert, më i guximshëm. Unë bile e mbroj qëndrimin që pas moshës 30 vjeçare njeriu s'bëhet as më i mençur, asgjë më, përpos që bëhet më intrigant, që din ta përdor mirë atë që e posedon, din ta shet në treg atë që e posedon. Atëherë është ai sinqeriteti, është pranvera e shpirtit, ku nxjerr në treg frutet e para, ato janë gjithmonë më të bukura, prandaj nuk, sepse thjesht nuk jam ma unë ai Kim. Edhe çdo ndërhyrje aty do të kishte qenë jo korekte ndaj atij Kimit asaj kohe. Bukur. Midis epiteteve sinqert, rebel, artist, luftarak, anarkist, dëshpërak, cili do ishte? Kam qenë edhe më duket se kam mbetur një anarkist. Mirë po anarkizmin është shumë gjë pozitive. Anarkizmi i vërtet nënkupton këtë. Gjithmonë të kesh kujdes për tjetrin, ati të bësh atë që është e mundur ta bësh, edhe pa pyetur shumë e shumë. Se në tenë ajo ka marrë një konotacion negativ. Jo ajo anarki që thuhet anarki, çrregulli. Mirë po anarkizmi do të thotë ti lejosh vetes lirinë maksimale të mundshme derisa nuk e dëmton tjetrin, edhe derisa nuk je i dëmshëm për tjerët. Sepse unë duhet jem një anarkist i lezetshëm, i cili nga ana tjetër mbetet pak edhe tradicionalist, për shembull familjen unë e dua dhe shpesh them një burr që s'mund të kujdeset për familjen e vet, ka shumë probleme ai nuk është anarkist, po është ndonjë autist. Kështu që mendoj, ky është një definim i përafërt, sepse njeriu nuk mund të jetë definicion. Nuk mund bilas në vetë. Njeriu sido që tjetër është goacë e mbyllur, ne shpeshherë edhe vetvete nuk e njohim aq mirë sa që duhet, apo shpeshherë edhe posedojmë gjëra të cilat as vetvetes nuk ja pranojmë duke dashur të jemi më të mirë. Po. Nëse sot do kishit mundësi të zgjidhni shkrimtarën me cilin do pini kafe, kush do ishte? Po shkrimtarët janë të bezdisshëm me ta të pish kafe, nuk jemi sinqerisht. Normalisht, përpos miqve të mi, edhe kjo pyetje mu përpos me një pyetje që para ca ditëve ma shoj një gazetare e Shqipit, ajo shkoj aq ma larg, rizikoj më shumë se ti tha me këtë do darkoni, thash mos e bëv zotit ta prish darkën me një. Përpos miqve të mi rremi vesh, nuk kam miq, mirë po fare nuk i shoh ato si shkrimtar, janë njerëz me cilët, sepse ata shkrimtarët gjithmonë të lodhin me veprat e tyre, me atë se sa lexuesit nuk din të lexojnë e këta mirë shkruajnë, që unë kurse s'kam qenë i thari asë ide. Po, edhe gjithmonë ne jemi të kënaqur nga lexuesit, në vërtet unë këtë them sinqerisht, lexuesit duhet të jenë të pak kënaqur nga ne, se kështu siç e shkruajmë ne dhe miq që ka pak lexues. Jo, nuk edhe se keni pak lexues. Po disa. Se ka shkemi në shkrimtar të mirë, edhe të merremi vesh, unë nuk do doja me ata të pi çaj që vetëm të mos ma prishin imazhin e asaj që unë 2-3 shkrimtar mua më kanë ruajtur imazhin e shkrimtarit. Shkrimtarët gjithmonë i kam paramenduar si njerëz shumë të mirë, jo xhelos. Edhe unë shkrimtarët e mirë i kam në bibliotekë dhe më mjaftojnë aty. Do me thënë, nuk flasun në rafshin që ata janë pavlefshëm, ata janë jo adaptibil për në tavolinë ti kesh apo për të dalë në mbrëmje, ku do në të zbavitesh, janë të lodhshëm. Po, nëse viziton krimtarin, emocionin që ato e japin në letër, është tjetër. Sigurisht, unë ato do të kisha dashur t'i takoj në takime letrare, në panajire, thash në bibliotekën time, unë i kam, më mjaftojnë aty. Kështu shpeshherë dëshprohesh kur takohesh me shkrimtarët. Thua, ky e pas ka shkruar atë tip. Mu për këtë që thatë, është një thënie e UNESCO, e cili thotë që
i cili mendon se fjalët janë një kufizim i dhimbshëm njerëzor që arrin deri në kotësi. Varet, çdo gjë mund të jetë kufizim, mund të jetë edhe vetë jeta një kufizim i njeriu i cili, sepse çdo gjë, asgjë nuk është pas kajshmëri, mirë, por çdo gjë është ajo që mund nga ajo të nxjerrësh, edhe fjalët janë atë. Në fundit, nëse doni, fjalët në letërsi janë vetëm ai hiri i zjarrit krijues që e ka djegur krijuesin gjatë. Domethënë nuk është ajo e vërtetë, nuk është ajo e tëra. Ajo është emocionet kanë fjalor tjetër. Ju shpesh ndodh që më let në një këngë mund atë të përcjellësh se manjola nëse s'mund ndryshe ja kris edhe të qarit azam aty kur vajton për të dashurin në këngë. Ajo me fjalët s'mundeni atë, s'mund thoni tash ti isha duke qarë, duke i shuar këto rreshta. S'ka. Kështu që vepra është me të vërtetë vetëm hiri i atij zjarrit krijues që ju ka djeg gjatë shkrimit. Dhe ndoshta libri më i mirë do të ishte ai që shpjegon pse keni shkruar librin. Edhe aty ta ngërtheni edhe këtë që e keni thënë në libër. Thjesht ndjenjat, epshet, kuptimet nuk kanë 36 shkronja, kanë më shumë edhe ndryshe ato tingëllojnë. Dhembja ndryshe tingëllon, nuk është si në letër. Gëzimi është tjetër. Gjitha. Mirë po nuk kemi mjet tjetër, thjesht ne nuk kemi mundësi edhe përjetimet e tjetrit t'i kuptojmë se çfarë dimensioni kanë. Po ne i paramendojmë, i paragjykojmë. Manjola, si duket timi? Do këtë pranuar si shoqërus në maturën tonë? Atë do thoja që jam kaq e mahnitur nga fjalët jo vetëm mençura, po të sinqerta, sa që më mirë mos më pyet mua, vazhdojmë drejtimin timin, jam shumë e kënaqur. Megjithatë, ai mbaroi detyrimet e veta, do më Jo, vërtet, unë nuk kam pasur rast ndonjëherë që ta dëgjoj. Natyrisht që kam miq shkrimtar dhe poet, por rrallë mund të kem dashur një mënyrë të shprehur kështu kaq sinqert, sepse për të mençur është diçka që pritet nga një shkrimtar, mençuria ose gjëra. Por sinqeriteti është i rrallë në shprehje publike ose në. Është një gjë që unë e pëlqej shumë. Është kënaqësi për ne që arritëm këtë emocion ta kryejmë në emisionin tonë, në emisionin tonë. Ju si maturante, nuk po e pyes për cilit brez i takoni. E thashë në fillim që kryet përshtypja e një 20 vjeçare vazhdimisht, por ku keni kryer maturën tuaj? Kam mbaruar liceun artistik në Tiranë, Degën e Kantos, po si mezzosoprano, edhe ka qenë vërtet ëndra ime për të vazhduar rrugën e kantos, të muzikës operistike në atë kohë në fakt, sepse më pas, për shumë arsye, e kuptova që jo thjesht më pëlqente dhe muzika e lehtë edhe popullore, por muzikën e lehtë e kisha shumë në shijen time, në temperamentin, në pasionin tim, ndërsa populloria erdhi me kohë, duke parë se sa e dashur ishte për njerëzit në përgjithësi, duke parë që do të ishte një gjini që gjithmonë do ishte shumë e shpirtit sado që të kalonin kohët, fillova të pëlqej të këndoj edhe populloren, aq më tepër që Shqipëria nëse ka një pasuri me të cilën të mburret, është trashëgimia jon muzikore folklorike. Sepse duke menduar sa që jemi një vend relativisht do thoja i vogël apo me popullsi jo shumë të madhe, folklorin e kemi të jashtëzakonshëm, jo thjesht folklorin, muzikën qytetare popullore. Si jugu ka karakteristikat e veta, Shqipëria e mesme, e veriut, shqiptarët e Maqedonisë kanë shumë interesante muzikën, çamëria, arbreshët, do ne jemi vërtet në këtë pjesë jemi shumë të pasur. Edhe prandaj un kam në plan një koncert të këtij lloji, ku të këndohen në një koncert recital dhe këngë të shqiptarëve të Maqedonisë, sepse janë shqiptar. Domethënë nëse këndohet në një koncert shqip, duhet të futet dhe muzika e Kërçovës, shumë karakteristike, dhe një këngë arbreshe që mbas 600 vjetësh a më tepër ato vazhdojnë dhe këndojnë dhe flasin shqip, dhe unë i çmoj kaq shumë për këtë pjesë, duke qenë që ndodh mbas 3-4 vjetësh që ke ikur nga Shqipëria, nuk i mëson fëmijës gjuhën tënde që s'më duket shumë e logjikshme, ndërsa ato vazhdojnë edhe e mali të zi, po ashtu, domethënë e gjithë trebave. Është interesante me që kujtove Arbërin, unë kam qenë një
në vitin 2005 në një ekskurzion, nëse mund të quhet shkencor të Universitetit të Evropës Juglindore në zonën Arbreshe. Atë në Kalabri, Kozenca, gjithë zonën, domethënë Strigari edhe komplet zonën e Kalabrisë. Një gjë sado ironike e vërtet që është, që ato thoshin është që ne ruajtëm gjuhën 500 vite, pas hapjes së Shqipërisë në vitin 91, ne kishim një shpresë shumë të madhe që tani do vinë shqiptarët e ne do rifreskojmë gjuhën, do kemi më shumë kontakte me gjuhën standarde. Por në fakt ato thoshin që ajo që realisht ndodhi është që shqiptarët që erdhën pas 3-4 muaj fillojnë një fëmijë të flisnin italisht, asimilohen shumë më shpesh se sa ne që jetuam 500 vite në këtë zonë, ashtu. Kjo është pak a shumë një lloj asimilim modern, kulturor që po e ka plonjit Evropën. Do shta dhe pak ndjen një inferioriteти. Edhe kjo mund tjetë. Sepse nëse ti çmon ato karakteristikat e vetes tënde, origjinës tënde, nuk ka sepse unë çmoj shumë gjuhët e gjithë botës, muzikën e gjithë botës, por së pari them që të çmosh identitetin tënd dhe pastaj sa më shumë të dish nga gjithë bota aq më mirë është. Domethënë thuhet për shembull sa gjuhë di aq njerëz je, ose të tjera që janë pjesë të formimit tonë të përgjithshëm. E nëse ndoshta gabimisht unë rishkita në këtë pjesë, po këtë kam pasur pasion, muzikën operistike dhe mjekësinë në atë moment. Por që sot them sa mirë që nuk u bëra mjeke, se nuk do i bëja dot gjilpërën as një mize, jo më të bëja operacion, ose ndoshta sot nuk e kam atë lloj. Shumë e bukur, kjo është e sigurt. Jo, po është puna ti është aftë mjeke, se të shohim me këmbët nga dielli në botën tjetër, nuk vlen bukuria aty. Edhe do të kishe shumë pacient. Rishti mbas derës. Pastaj mbas operacionit të parë, mbas derës s'do kishte asnjëri. Megjithatë, po të mos ishe mjek. Do kishte gjithmonë dikur që ishte i rastishëm në atë rast që do. Një herë të parë për një viktim. Tirana vetë i madhe ka çdo gjë. Keni mall tani për atë kohë, keni kontakte me miqt maturës në atë kohë? Po, ka qenë periudha mrekullueshme, në fakt periudha më e bukur. Unë edhe pas liceut në Akademinë Konservator ato 4 vjet, i dija që do t'ishin vitet nga më të bukurat jetës, pa përsëritshmet, sepse është mosha e tillë, është fakti që ke kaq shumë ëndra përpara. Të duket sikur ke edhe 200 vjet jetë përpara, që mund të bësh çfarë të duash, çfarë të mendosh, nuk ke obligime. Thuhet këtej, nuk e detyrime, nuk e detyrime, ke thjesht shkolla është obligimi vetëm. Nëse sot u kishim pyetur çfarë mesazh do të jepje, jo mesazhe politike si gjithmonë, te ne fatkeqësisht mesazhet lidhen gjithmonë me politikën. Por çfarë këshilla do kishin dhënë? Ju jeni një ish maturante e liceut artistik e cila pati shumë sukses. S'do thotë që pjesa më e madhe e shkollës artistike të kenë suksesin e caktuar. Këtyre maturantëve që i kemi në studio, një pjesë e tyre që na ndjekin dhe janë student të arshëm potencial, çfarë do t'i këshilluar? Unë do t'i këshilloja të paktën nga eksperienca ime që të kenë shumë besim, po jo besim kot në qiell tek forcat e tyre dhe tek talenti i tyre, por të punojnë shumë në mënyrë që në çdo moment të jetës ju realizohen apo jo domethënë ëndrat, ato të jenë e para shumë të formuar për veten e tyre, e kanë fjalën dhe për kulturën e përgjithshme, jo thjesht dua të bëhem këngëtare dhe të mos i shërbesh domethënë formimit tënd në asnjë drejtim tjetër. Sepse çdo profesion mund ta kesh sot dhe nesër nuk e ke më për shumë arsye. Duhet që ti në çdo moment të ndihesh shumë mirë me veten tënde brenda për brenda, me vlerat e tua si nëse në një çast do të thoja nuk vlej më si këngëtare apo si artiste, të di që di të bëj diçka tjetër shumë mirë, apo kam një formim të përgjithshëm shumë të mirë që në çdo moment domethënë njeriu i duhet, edhe të mos t'i bëjnë shumë shërbim asaj gjëje që e quajnë që vërtet ato japin në atë drejtim. Jo thjesht e shikojmë që gjithë shqiptaret, vajzat, kur ngrihen në mëngjes thonë do bëjmë një klip dhe do bëhemi këngëtare, artiste. Nuk më duket shumë arsyeshme ajo. Do dikush lind për të bërë një mjeke shumë e mirë, dikush lind për të bërë një politikane shumë e mirë. Në Shqipëri ka rënë pak si epidemi që duan të bëhen dikush me shumë pak investim, me shumë pak mund, edhe me shumë pak talent. Mirë, po ajo ka një
themi një jetë shkurtësi, domethënë, dhe nesër pas nesër nuk. Do të thjesht të punoni shumë për veten, për pasionin tuaj dhe për çdo gjë tjetër që mund ta merrni në këtë periudhë. Edhe unë do kisha shtuar edhe një gjë, me që kemi plot maturantu, studioni në Universitetin Evropës Juglindore, me që kemi sponsorin. Universiteti Evropës Juglindore në Tetov, universiteti i parë privat publik jo fitimprurës në rajon, ofron studime cilësore bashkëkohore universitare dhe pas universitare të pranuara gjithkund në botë, një mjedis të pakrahasueshëm mësimor, ofron mbi 100 bursa për studentët e rinj. Në rës të shari, ti linde, E janë në qytetin universitare më 10 maj në ditën e hapur, ose vizitoni webpaqen tonë. UEL, mundësi më shumë se kudo. Agensioni turistik Shqiponja Rajzen me përfaqësitë e veta në Strug dhe Cirih ju ofron aviobileta për të gjitha destinacionet në Europë dhe fluturimet teoqeanike me kompanitë më të mirënjohura të aviacionit civil në botë. Udhtoni në destinacionet Ohër-Ciri-Ohër, Shkup-Ciri-Shkup. Me ne udhtimi është kënaqësi. Shqiponja Rajzen. Trim dhe lum. Ne ndërtojmë ëndrrën tuaj në Strug dhe Ohër. Trim dhe lum. Tani edhe në Shkup, standard europian, kualitet i garantuar. Trim dhe lum. Të ndeshta edhe ta shtoj, me të vërtet ti më bëre kompliment. Edhe unë e di atë strategji që gjithmonë ma doptin duhet ta lavdrosh, siç më lavdrove ti mua, që të tregosh se sa humaniste je, unë di se ti kur të dëgjoja thash nëse edhe kësa edhe unë i të ngloj i menqur atëherë me çfarë ty të krahasoj. Po jeni shumë modesta. Jo, nuk është punë modestie, mirë po shih që do të them diçka shumë intimisht, Manjolla këtu e përmendi. Në çdo gjë duhet njeriu të jetë atë që e tha, me të vërtet, të jetë. Unë shpesh edhe fëmijëve të mi u them, ti mund të mbetesh edhe kamarier, mirë po nëse je kamarier që lexon, i informuar, ti ke përparësi. Andaj edhe të rive, këtë që e tha Manjolla, ti mund të kesh pretendime edhe të bësh këngëtar, mirë po nëse mbetesh me një pretendim të thjesht, a duke mos e mbindërtuar vetveten, atë kalan e jetës me gjëra tjera, edhe mua tashti nuk e them me të vërtet as shkaku i ndonjë kurtoazie. I çmoj, çfarë do të let jetë edhe mjek edhe këngëtare që ti e sheh që ke njeri përballë, ke njeri me cilën mos shumë mund të bisedosh mund. Edhe është një gjë, ajo duhet të ri gjithmonë ta dinë. Duhet të kenë një veti. Rinia është ëndrrimtare e madhe. Nuk duhet të dëshpërojnë nga një gjë. Gjitha ëndrat nuk bëjnë jetë. Duhet të përcaktoni tuajën edhe atë vetëm e mbindërton me ëndrat të vogla. Dhe kështu që nuk është jetë aq i komplikuar. Vazhdoj me një pjesë të ngjashme me maturat, por kësaj do shikojmë foto të ftuarëve tanë. Për kënaqësinë tonë, të dy ftuarët na kanë sjellë mjaft foto, unë po filloj me një shumë interesante që më ran në sy që në fillim. Kemi disa foto nga zoti Kim Mehmeti. Kjo është një foto shumë e veçantë. Për çfarë moshe flasin këtu? Aty jam diku 11 vjeçar edhe këtë e solla vetëm për një arsye që të dëshmoj se nga çdo fëmijë i lezetshëm del një plak i bezdisshëm. Unë nuk e di sa i lezetshëm. lezetshëm. Kundërta, në çdo plak të bezdisshëm shihet një fëmijë dikurshëm, cilën unë nuk e di sa fëmijë ta lëvatojnë, ata në këtë moshë askush s'don ta prek. Unë nuk i qe e prek. Nuk e di sa. Këtu kemi një foto tjetër, je me
Nëse nuk e doj shkut Hatixheja dhe Remzia. Aty janë motrat e mia, unë kërkoj falje mungon njena, kam 3 motra, unë përndryshe i kam deshur shumë motrat. Sepse unë i takoj një gjenerate kur në për këto mjedise tona shumë investoj për djemtë e shumë pak investoj për motrat. Mua gjithmonë ato më janë dhimbësun shumë, pse fati jetës ishte i tillë. Edhe unë ato edhe sot e kësaj dite aq shumë i dua sa që u shkoj ta zam vetëm për Bajramën në shtëpi që mirë po ato vinë. Sinqerisht ato unë gjithmonë si vjen bilet turp ta them para vëllezërve që ato i kam deshur edhe i dua më shumë se vëllezëret. Sepse gruaja 7 fëmijë kemi qenë, vllau më i madh më ka vdekur edhe kështu që kemi mbetur 6. Kështu që unë gjithmonë, prandaj ndoshta edhe në letërsinë time gruaja ka pjesë të veçantë. Më është dhimbësur gruaja shqiptare në këto trojet, po sa që është nga kjo anë e kufirit, sepse ajo është ajo që bile e ka ruajtur edhe burrninë e burrave. S'ka pas aq burrni sa që flitet e ne, po gratë kanë qenë ato që kanë qenë bosht kurrizor i familjes. Çdo gjë ka kaluar nëpërmjet atyre, bile edhe burrat që nuk vlen t'ju thuhet burra, ato duke ruajtur nderin e fëmijëve, ato gjithmonë i kanë lavdruar burrat e vet që i kanë pas për kur gjë. Edhe këtë është, unë shpesh kam thënë letë është t'jesh burr këtu me këto gratë aq bujare që i kemi ne, që din të ruajnë burrin. Në Maqedoni? Maqedoni, po. Se në Shqipëri të përzan për trinet. Kjo është foto e maturës? Kjo është foto e maturës, në kohën time, kur bënim edhe mbrëmjen e maturës di si ka qenë atë kohë, vinte një fotoreporter që na i bënte 2-3 foto, të cilat unë hoqa shumë, derisa gjeta një, bartë më shohi shumë, mos të djesë se djekë. Shumë bukur. E di që biseduam bile, kjo duket si një foto sportive? Këtë e sollaj... Jo që të shojnë se i kam këmbët e bukura, po... Po, vetëm të tregoj një gjatë, që unë me të vërtet shumë i dua malet, unë edhe tani njëherë në javë nëse nuk dalë, ndjem keq. Ai më është pushimi më i mirë kur ke mundësi të bisedosh me vetveten, ta shohësh sa të vegjël jemi përballë asaj natyre, të shohim shumë qka, bile unë kam edhe një krua timin, dhe është atë foto, po nuk e gjeta, nështë asemi ma kishte fshirë qëllimisht nga kompjuterizë. Krua, unë atje më bush ujë gjithmonë, edhe kështu bile njerëzit kur kalojnë andej mendojnë se atë e bëj për në një zori edhe më thuan, bjeri netët i bajmë ato disa shishe që i mbushim me ujë. Edhe kështu që unë e dua natyrën. është një krua që me të vërtet shumë e dua, është kroi fëmirisime edhe aty shkoj çdo javë. Është bukur. Tu kemi një foto tjetër tani me familjen. Shoh fëmijën, zonjën. Po, ajo është pasuria ime më e madhe. Mu shpesh shkrimtarët kam dëgjuar shkrimtar që krahasojnë veprat me fëmijët. Mu më duken aq mos përdorin ndonjë shprehje tjetër. Ajo është ajo oaza që mua mi ka mundësuar të gjitha. Po sa që është nana e Semit, Jetës dhe e Madit, e cila gjithmonë ka qenë ajo ujdhesa që mua i tillë si që jam më ka mbajtur mirë. Sepse unë jam nga pak tradicionalist, me të vërtet unë dua familjen, bile kam përshtypje se kohëve të fundit ajo që shkatrohet në botën shqiptare është familja. Unë i dua shumë fëmijët e mi, pa ata s'do të kishte pas kuptim bile edhe çfarë do që të bëhesha. Kështu që ato janë kime, ato e kompletojnë edhe e mban disi i japin kuptim jetës time. Gjithmonë i kam deshur fëmijët, mos del tani se normalisht unë e di që jeta jetohet edhe pa ata. Jeta jetohet gjithsesi. Mirë po në qyshiri i kam deshur shumë. Bile unë si i ri mendoje se duhet t'i kem një 30, jo 3 sa i kam. Unë jam në atë fazë për momentin. E duhet t'i kesh më shumë se 3. Me të vërtetë, unë e mbroj këtë qëndrim që çdo burr duhet të mbjell gjatë jetës 3 pemë edhe të ketë më spaku 3 fëmijë. Nëse nuk ka artë të veten dhe t'i mbjell kudo, nëse s'ka grua të veten dhe t'i bëj me cilën do.
E ndjeva sa të të dyre. Këshilla ime për ty është kjo, ti mund mos martohesh, po 3 fëmijë duhet t'i bësh. Kjo është e detyrueshme. Po, e detyrueshme. Martohesh s'është ato, po fëmijë do të kesh. Fëmijë duhet 3 ti. Dakor. Këtu është një foto tjetër, duket e vjetër, nuk e di për çfarë periudhe flitet. Të dy jeni 3, po... Po, ajo është një mik i imi që shumë e dua dhe unë jam nga ata që duhet të mbetem tër jetën midnjohës. Njeriu mund të bëhet në jetë, them, i madh, mirë po s'duhet t'i harroj fillimet. Ky është njeriu fajtori më i madh që unë jam sot ky që jam. Ky është një shkrimtar, quhet Aldo Kliman, jeton në Pull, është një shkrimtar shumë i njohur kroat. Mirë po i cili aq ngulte këmbë që unë të shkruaj, sa që bëri edhe diçka që a i botoj një tregim timin që ja kisha dhanë, unë pa e ditur unë edhe asokoj në një revistë që ishte shumë prestigjioze, Republikën e Zagrebit. Edhe kështu që ky bile kishte një thënie, që atë e thot vetëm shoku i Mirfill, thonte unë ndoshta s'do të bëhem shqiptar, po ti gjithsesi. Edhe kështu që është ndoshta miku i më i dashur që një herë në jetë të vjen, normalisht tani largësia e ban të vetëm, po gjithsesi unë atë e çmoj dhe e dua si një. Dy poet, një shqiptar, një kroat. Këtu duke një mjaftëri, ja një variant i profesor ose i zotit Kim, me flokët e gjata. U kemi parë në disa intervista shumë kohë përpara. Po, edhe këtu është i ndjeri shkrimtari një njohur Anton Pashku, dhe i cili gjithashtu ka rëndësi, të them, në atë që Kimi është sot. Nuk flas tash në kontekst asaj është diçka e vlefshme apo s'është. Është njeriu që më besonte gjithashtu. Edhe kështu që tani me që nuk është ai gjallë, nuk dua të përmend ngjarje nga jeta jon, nga ajo miqësi, du mu të them vetëm që më donte shumë dhe e doja, edhe më thonte gjëra që pasi mi thonte ai ato kur ulesha sukohen në autobus prej Prishtine deri në Shkup, thoi, Kim, s'ka si ti, do të bësh i madh. Mirë po, kishte një mënyrë të mirë që... Ndër foto tjera që keni sjellë, shoh edhe foton të tuaj bashkë me shkrimtarin Ali Aliu. Akademik Ali Aliu, të cilën e çmoj, mendoj se është vlerë me cilën mund të mburremi ne shqiptarët e Maqedonisë, unë mburrem që e kam mik të dashur. Kjo është një kënaqësi për të gjithë ne, normalisht, sepse shqiptarët e Maqedonisë kanë një Ali Aliu i cili njihet jo vetëm në të shqiptarë, por ka gjithë rajon shqiptarë si një ndër kritikët më të mirë shqiptarë që kemi. Faleminderit, një dorëtërie për profesor. Dhe foto e fundit që ka sjell Kimi, duket se kur jeni në Xhillogdi. Po, këtë solla që të kesh pak konsideratën dhe me, 2 herë kam qenë në Hax, edhe mos të sillesh kështu aqëlirshëm, edhe besoj se kjo që është përpara nuk është këtu, është në një çaj i ftoftë, çaj i ftohtë Johnny Walker, po. Po. Se ma prish Xhillog. Mund të thonë aty? Dakor, një rëmuj e vogël. Këto ishin fotot fantastike që solli Agji Kimi tash. Agji një, po. Dakor. Ndërsa ndër foto që kemi nga Manjola, kjo është foto e parë e cila duket se ka kohë. Ka që kuptim plot në fakt, nuk e dija që duheshin. Thjesht disa, është e periudhës maturës, kjo është matura ju. Folet bukur për maturën. Është shoqja po ashtu është në akademinë. Jo, ajo këndon sot në Belgjik, në Liezh. Shumë bukur. Edhe do të thoya që edhe të gjithë të rinjt që janë sonte këtu do ta kenë ndjerë edhe provuar që ose më saktë në të ardhmen me retrospektivë do ta kuptojnë se sa e paçmueshme është shoqëria e kësaj periudhe. Po. Është tepër e pastër, shumë e sinqertë, ndonjëherë çmohet, mbase edhe më shumë se ç'duhet, është shumë decizive shoqëria në këtë periudhë, shumë e rëndësishme. Foto e dytë që ndoshta ishte e radhës dytë, por desha ta nxjerr që në fillim. Është me Vaçezelën, kur unë kam fituar çmimin e parë në festivalin. Në fakt, shumë e bukur, po Vaçja ka qenë kryetare jurist kur unë kam fituar çmimin e parë në festivalin e këngës në radio televizion me Kur humba një dashuri. Edhe është vërtet një artiste e madhe që të gjithë ne e çmojmë. Por do të thoja që mira është që artistët, shkrimtarët, të gjithë ato që ne i konsiderojmë pasuri kombëtare ose gjithë bota i konsideron të tillë, ti çmojmë sa janë në jetë, sa janë në Shqipëri, sa janë këtu.
Jo pasi ikin, jo pasi plaken, jo pasi vdesin, e kemi pak në këtë lloj vlerësimi post jetë ose po... Foto arshme, ne ram dakord me gjithë të ftuarit tonë, midis tyre dhe me zotin Kim Mehmeti, mos flasim për politikë dhe ju mbajti fjalën, me gjithë atë shoh manjolën me një politikan të njohur. Jo, ai ka qenë William Perry, ministër i mbrojtjes, sekretari i shtetit amerikan, ka qenë nga vizitat më të rëndësishme. Dhe unë thjesht kam kënduar hymnin shqiptar dhe amerikan, ishin shumë foto, nuk e di vetë keni përzgjedhur atë. Ta largoju nga vetë. Jo, ne nuk ishim gjurë të ishim ai ishte një personazh i veçantë për tjera arsye, bëj shaka me Kimin. Ishte një personalitet jo thjesht i politikës, por kishte mbaruar konservatorin. Për muzikë, për kompozicion ose për piano, edhe ishte shumë dashamirës i artit. Në këtë pjesë kishte vlerë, si Rubens. Rubens ka qenë nga piktorët më të mëdhej, po edhe diplomat, ambasador, po. Dhe një obortar, nga ato obortarët patru, i thotë, si të themi zoti, ambasador, po e nglendiseni nga pak dhe me piktur? Jo, është artist, i thotë, që nga njerë e nglendise dhe me politik. Nëse e kishte më të rëndësishme artist... Kështë një foto përsëri me profesorin Kantos, po? Kam kujtime shumë të mira, Gaçës Druli ka vdekur, edhe... Foto e bukur, kujtimi bukur. Këtu jemi një skenë duke sigur teatri operas? Po, këtu jam në rolin e Carmenit, në operën Carmen në Shqipëri ose në Greqi, kanë qenë dy shfaqje. Është nga operat më demokratike, më popullore, më të bukura. Këtë foto e mbaj mend, kjo është kur unë mbaj një dash. Po, e festivalit. Kjo është foto kur unë e kam parë Manjolën në festival. Ka qenë interesant se atë vit për herë të parë është transmetuar festivali për shqiptarët kudo që ndodheshin me satelit, viti i parë, diçka e tillë. Ne në Strugë e shihnim edhe pas satelit, sepse me një vjedhurazi dhe kishte një sukses. Këtu jeni kam përshtypjen jashtë me Kolin? Po, në Strasburg, me Tim Shoq dhe vajzën e madhe. Okej. Ndërsa... Me që folën për vajzën? Aty është kur kam lindur vajzën e vogël, Sindin. Kjo është Sindi e vogël? Janë farë në përsëritje, mirë po të njëjtat fjalë mund thuhen për gjëra të tilla që pa diskutim në momentin që të gjithë ta do të bëhen prindër, do ta kuptojnë që s'ka asgjë më të shtrenjtë në botë në jetë se fëmia. Dhe mua më duket paradoksale ose qesharake ajo të krahasoj fëmijën me libra që shkruaj, apo me festivalet që kanë fituar, apo me çmimet, se as nuk mund të krahasohet. Të dashur falenderoj mysafirët tonë për sinqeritetin që kanë. Me këtë po mbyllim rubrikën e maturës dhe do kisha lutur pjesën e sponsorëve, pra reklamat e sponsorëve. Universiteti i Evropës Juglindore në Tetov, universiteti i parë privat publik jo fitimprurës në rajon, ofron studime cilësore bashkëkohore universitare dhe pas universitare, të pranuara gjithkund në botë, një mjedis të pakrahasueshëm mësimor, ofron mbi 100 bursa për studentët e rinj. Në rëst të shari ti linde. E janë në qytetin universitare më 10 maj në ditën e hapur, ose vizitoni webpaqen tonë. UEL, mundësi më shumë se kudo. Agensioni turistik Shqiponja Horizon me përfaqësitë e veta në Strugë dhe Zürich ju ofron aviobileta për të gjitha destinacionet në Europë dhe fluturime teoqeanike me kompanitë më të mirënjohura të aviacionit civil në botë. Udhtoni në destinacionet Ohër, Shkup. Me ne udhtimi është kënaqësi. Shqiponja Horizon. Trim dhe lum.
Ne ndërtojmë ëndrrën tuaj në struk dhe ofër. Trim dhe lum. Tani edhe në Shkup, standard europian, kualitet i garantuar. Trim dhe lum.
përdor këtë mundësi për të falenderuar sponsorët tanë, Qendrën e Karrierës, pranë Universitetit Evropës Ligjore, Qendrën e Biznesit po ashtu, Gemak Trade, falenderojmë Trimen Lum, Bashkinë e Strukut e cila ka filluar tani më promovimin për verën 2008, pra ju presim këtë verë në Struk, dhe Hotel Royal dhe Shqiponja Rising. Rubrika SOS është një mundësi ose një dritare për të rihapur sinqeritetin që mysafirët tonë kanë dhe të tregojnë vizionin e tyre se si do kishin ndryshuar botën në të cilën ato veprojnë në brenda 1 minute. Do t'i ndigjojmë të dy mysafirët tanë dhe pastaj ose dy të ftuarit tonë dhe pastaj do të shpërblejmë duartërkitje dhe normalisht midis këtyre duartërkitjeve do zgjedhim edhe kush është më afër bot kuptimit tuaj dhe me cilën jeni ju dakord për të qenë fituesi i kësaj rubrike. Atëherë fillojmë me Kimin, mos thonë më zoti Kim. Brenda 1 minute cila çfarë do kishit ndërmarr ju ose çfarë do kishit dashur të bëni që të ndihmoni botën të ndryshojë? Po shpesh më duket se ndoshta edhe nuk ja vlen këtë botë të shpëtosh, vetëm duhet ta lësh të vazhdoj të rrjedhës. Mirë po mendoj se botën mund të shpëtojnë vetëm nëse ndërthuren virtytet njerëzore me mençurinë. Nëse mendoj se kohëve të fundit ndodh që keni njerëz të mençur, po pas një virtyt njerëzor, apo është e damshme edhe të keni shumë virtyte, a mos keni mençuri. Kështu që mendoj se nëse ne ndërtojmë një rini që do të ketë virtyte, që do ndërthuren një mençurie, një pjekurie, një urtësie, atër kjo botë mund të shpëtoj, nëse jo. Kjo ishte, domethënë, 1 minutë që i zotit Mehmeti, Manjola? Po tani, kjo si pyetje, edhe përgjigjen do ta merrte pak artificiale, si mund ta ndryshosh botën, me shkop magjik nuk e ndryshon dot, por secili të përpiqet të ndryshojë atë që të mundet. Botën e vogël rreth vetes, për shembull, nëse secili nga ne do t'i kushtojë shumë fëmijëve për të rritur fëmijë të mirë, të edukuar me virtyte, me cilësi shumë pozitive, me ndjenja njerëzore, kjo është një mënyrë për të ndryshuar botën, nëse ti rrit fëmijë të mirë dhe edukon fëmijë të mirë. Secili flet sipas, domethënë atë çfarë mund të bëj. Një mënyrë për të ndryshuar botën ishte ajo që bënte Nën Tereza, për shembull. Por unë them që secili nga ne, sidomos nënat, nëse janë shumë të kujdesshme dhe të përkushtuara për fëmijët e tyre, për të rritur një gjenerat shumë të mirë, me ndjenja pozitive, me të jenë njerëz, të jenë me shpirt. Okej, e mbylla. Kale 1 minutë. E kuptuam mesazhin ishte që nëna po ashtu mund të ndryshojnë në masë të madhe gjithë këtë situatë. Atëherë, me aplauzometër regjia do na trojë kush është fituesi. Një duartërkitje atëherë ose shumë duartërkitje për atë që dëgjuat nga zoti Kim Mehmeti. Të dëgjojmë atë duartërkitjen edhe për kandidaten tonë të dytë për shpëtimin e botës, Manjola Albani. Me mbështetjen e Kimit më duket se fitove rubrikën. Me mik domethënë. Jo, po ne qytetarët e Maqedonisë jemi objektiv. Shumë bukur. Me që Manjola fitoi rubrikën, na ka borxh atë na disponojmë me një këngë shumë të bukur. Manjola, s'kena për. Ta presim me duartërkitje.
Gjithë të shtonë gjeneratat. Miqtë e mi, mirë se vini përsëri në spektaklin Gjeneratat. Këtë javë, si shihni, kemi mysafir shumë atraktiv, në shumë kuptime. Vazhdojmë, përpara se të hymë në rubrikën e ardhshme, do kisha dashur të bëj një falendrim përsëri sponsorëve tanë, Qendrës së Karrierës dhe Qendrës për Zhvillimin e Biznesit në Universitetin e Evropës Juglindore, Bashkinë e Strugës, Gemak Trade, po ashtu Trim dhe Lum, kompania më e fuqishme e ndërtimit në Strugë, Ohër dhe tani edhe në Shkup, po ashtu Hotel Royal, hoteli më i mirë strugan që kemi këtu, dhe privat natyrisht dhe Shqiponia Rajzen, agjencia shqiptare e udhëtimit që tani ka dhe aviolinjen e vet për në Zvicër. Është momenti interesant i dialogut midis të dy të ftuarve, ose rubrika Premiera jon. Premiera jon. Premiera jon. Pas siglës, kemi mundësin të pranojmë nga Shkurtja, vajza jonë që është inkuadruar në spektaklin tonë, një dorë të për Shkurtën, e cila na ndihmon të rreth. Shkurtja ka sjell dialogjet, të shikojmë se çfarë dialogu ka përgatitur skenaristja jonë, Olsen Maze, për mysafirët tonë. A lexon dot? Okej. Tash të pleqve duhen edhe mjetë ndim se për çdo gjë. Për ata që e shohin emisionin drejt për drejt nga televizioni Alsat, duhet t'ju informojmë që kjo rubrik realisht krijon mundësinë që mysafirët tonë t'i shohin në një ngjyrë tjetër. Me që jemi në teatr dhe duam që të luajmë një pjesë teatrore, këtë mundësi u kemi krijuar mysafirëve tonë. Sonte kemi, nëse nuk gaboj, Fatbardha me me Fatmirin. Fatmiri dhe Fatbardha ose Kimemeri dhe Manjola, të cilët do luajnë një pjesë nga ose të interpretojnë një pjesë nga teksti që ju është dhënë pak përpara se të anonçojmë rubrikën. Domethënë është herë parë që ato vetë lexojnë. Mund të fillojmë. I dashur Fatmir, mendoj nuk është e drejtë që gjithkohë sërimi libra. Edhe mos e kesh fare mendje ke problemet e familjes. Që kur ke filluar më flet ti me kaq fjalë të zgjedhura? Që kur e kam burin shkrimtar, ç'të bësh, kam vjedhur nga ty. Unë të flas me takt, kurse ti arrogant. Ti qenë ke për të ardhur njeriu të keq, ajo grua që e ka burrin shkrimtar dhe s'ka pse të mos jetë për ta vuajtur mirë, po i ke parë shokët e mi sa kanë ecur, e ke parë Kimemetin është bërë VIP. A në vërtet VIP vetëm është bën ndryshimin një shkronje, ç'ja është zaventsuar me VIP. Ta sqarojmë, kjo nuk ishte në skenar, këtë e shtoj Kim. Gjithmonë VIP-a më tingëllon pak. Afër më shumë afër se Qipa, Qipa. Se ke mbaruar. Nuk e kam mbaruar. Pa aq duhet të them. As me gojë nuk na flet Kimemeti, e ke për të thënë. Po ti ç'bën ti? Unë ç'bëj? Unë harova ëndrrën time për ty. Desha bërë këngëtare madhe, po mos kishe marrë kokain mbas teje. Kishte harruar për mua. Lash karrierën. Ajo shoqja ime bangës, Amalana Albani, që nuk i ndije zëri gojës në klas, është bërë gjithë ajo këngëtare, që unë isha 100 herë më e mirë se ajo. Po ç'të bësh ja? Zgjodha dashurinë për ty. Kote kemi që fjalosim i grua, ne të dy jemi më të mirët. Kimemeti dhe Manjolla në Albani, kush e di se sa shërë bëjnë me ata të shtëpisë të tyre. Nuk duhet të bëhemi xhelos për ta. Kjo ishte rubrika, besoj ju pëlqye? Ju pëlqeu? Hajde të çojmë dorë rrugë, kur ishte më mirë, Fatbardha apo Fatmiri? Dorë të rrugë një për Fatbardhën? Dorë të rrugë për Fatmirin?
kësaj radhe fitoj Miri ose Fatmiri. Miqtemi, kjo ishte gjerata e kësaj jave, shpresoj të shihemi përsëri javën e ardhshme. Faleminderit dhe urdhno. Unë dua t'ju përgëzoj ju për këtë iniciativë. Faleminderit. Si grup realizues krejt, edhe këta të rinj të mrekullueshëm që janë student, edhe ju uroj çdo të mirë në jetë të gjithëve. Sa më shumë. Faleminderit për ndërhyrjen e këndshme Manjola. Edhe unë dua të falenderoj regjisorin Gjeladin Poshka, i cili ka punuar në këtë shfaqje ose në këtë spektakël, skenaristen dhe drejtoren artistike të spektaklit Olsen Maze, teknikun e audios Fitim Loga e kështu me radhë. Gjithë stafi i Gjenerata. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe Ibrahim Temo dhe Niko Nesër që kemi thënë këtu. Miqtemi, kjo ishte Gjenerata për kësaj jave. Faleminderit dhe natën e mirë. Se që më pyet e një natë, edhe faqet tu bën flak, a dëmdua shpak, edhe kur t'jem plak, nuk e di unë ty të thash, se atër ti do t'jesh plak, s'do të kesh të bukuri, as nur as një eshi, lotë si të ti mbulua, shpresa tu zbehet u shua, si shifjallë që, po prisje nga mua. Të mora në krak me ëmbëlsi, edhe të pasha thellë në sy, sot të pendova për jetë të rini. Se vitet ikin një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri. Se vitet ikin një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri. Vitet ikin një nga një, dhe nga ty s'më ndan asgjë, s'ka rini as pleqëri, por ka vetëm dashuri.